dim rëndësinë e ndeshjes, e di rëndësinë e ndeshjes, e di sa i rëndësishëm janë për kombëtaren, për shokët bashkëlojtarët e mi, edhe do jap maksimumin, jo për të shënuar gol, vetëm për të fituar lojën, pa marrë parasysh në çfarë mënyrë. Kemi pas 3 stërvitje jashtëzakonisht të rëndësishme për neve dhe dim pikat e dobta po ashtu edhe pikat e forta të Slovakisë. Siç edhe ti vetë jemi prag të historisë, domethënë vetëm na mungojnë 2 ndeshje, kështu që nesër e pres një ndeshje pak a shumë barabartë, ka 2 palët, kështu që unë personalisht edhe të gjithë ekipi jemi gatshëm për çdo betejë që kemi me pas. Mas pare kjo e para nesër kundër Slovakisë. Gjithmonë kam thonë në për intervista, në për konferenca, gjithmonë kam thonë se nuk më intereson me shënu gol apo ta kem personalisht diçka pozitive në lojë, po shpresoj nesër është me rëndësi në pas fitore, me marrë fitore në fitore në kolektive. Nesër nëse kam pas penalti shpresoj që po edhe do ekzekutoj unë.